Hajdini me neve të kënaqem bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi, sot do ju prezantojmë fshatin Mirash, komuna Ferizajt. Pra do e keni mundësinë me pa përse afër mi këtë fshat. Hajde po e komentojmë bashkarisht, ky është fillimi i fshatit, në fakt është Mirashi i ri, në pjesën sipër është Mirashi i vjetër, e që do jemi një ditë tjetër me xhirime. Shumë afër, pra janë shtëpic krit në fillim të fshatit, çka më duhet me cek, pastërtia po duket me fillim, sa e lezetshme kjo dhia. Po e komentojmë pozitën cilën e ka fshati, është i rrafsht, pas me kanë në komunën e Lipjanit. Në fakt, për sa e di, ka shumë pak shtëpi në këtë Mirashën e ri, por që po shpresojmë me taku ndonjë banor nga ky fshat, në mënyrë që me na jap ca informacione lidhur me fshatin, nuk e njësht hira e parë që kemi ardhur në vizitë. Bukur kohë ka që nuk kemi qenë në Ferizaj. E kam problem se mungojnë trotuart, edhe tash veç kam mbet herane herë kënej. Duhet me cek pastërtia e fshatit është në nivel, e ka një pamje interesante. Fshati është shumë i qetë, shumë pak ka lëvizje, edhe kam pyet një djalë të vogël, para se me fillu me xhirime, më tregoi që janë dikon afër 13 shtëpi në këtë fshat, edhe ashtu po duket me sy se e kemi fshatin shumë të vogël sot, po pse ka ndonë dysh. Do shta fshati i vjetër është ma i madhë se kjo. Në fak bartë e kam kry punën. Përshëndetje! Përshëndetje! Si jeni? A e përfundut për sa ta? A mundeni me na tregu diçka për fshatin? Si jeni? A jeni lodhur tina? Mirë jeni? Që shpo kaloni? Po përsim ju? Mirë, faleminderit. Fshati Mirash. Fshati Mirash. A na prezanton pak fshatin, a na njofton me të për çka një cilë si fshat? Po si, po rektori, për çdo. Ka banor shumë këtë fshat? Ka banor, po dhe s'ka. Se një pjesë e madhe jenë dalë. Sa shtëpi mundën me kanë për afërsisht? Ka kanë, bikata që njën kanë, po s'janë tash. Sa janë? E pyeta një djalë ma herët më tha 13 shtëpi në këtë Mirash. Ja, këtu është se jem danë. Po, vetëm për Mirashën e ri po flasim. Ja, këtu s'jem një 16 shtëpi. 16? 16, këtu s'jem është. Për 2 shtëpi. Po, çfarë jete po bëhet? Qa po nëni? Me qa mirë? Me ndërtime, me fusha, me çdo sen. Tokat po punohen, a? Po, punohen tokat. Banor për afërsisht, din me na tregu sa janë? Ja, banor, sakt nuk dim. Se jenë dalë në një pjesë e madhe. A njini me gjithë? Po, njimi një pjesë. Jo, ku po nëni? Do na shqype kë. Aha, shumë mirë. Shpejt s'puna? Mirë. Banor tjerë, ka punojnë? Valloj, me ndërtim a shumë, po me çdo sen, me ndërtim me qytetari, me lektori, me çdo sen. A jeni gjithë vendas, apo ka edhe nga të ardhëm kështu? Ka edhe të ardhëm. Ka edhe, cila vende? Po të saktë se di, valla. Se një pjesë e madhe, ka gjemate kjo punë, nuk është frek shumë s'ka të ardhë. Para shumë viteve? Ja, para shumë vite, 60 vjetë e për. Po, por që njihni me gjithë kështu, a? Po, njihni me gjithë. A martoheni me zveti me dasht? A mundeni? Ja ka njës dash ka pak. Ja ka njës ka pak, a? Po, ka pak, se s'kem as fesë. S'po ju marku ma shumë se jeni lodhë dhe në punë, faleminderit shumë. Juve, ditën e mirë. Çdo të mirë, faleminderit, gjithashtu.
sa e bukur e lezetshme kjo shtëpia e vogël, interesante. Në fshatra kanë fillu me u praktiku këto ndërtimet e vogla shtëpia dhe kam fjallën se shëma. Do shta edhe që po praktiset fshati edhe e ndërtoj një të vogël për qefi me orë në i vikend. Edhe pse apo duket me konë kje e banushme, ha? Egzofrenori ri! Shumë e lezetshme. Ja, pas ka shumë punë për të bërë, por vrehet që tashmë është ndërtu. Fshati, po e komentojmë, mungon trotuari, ndryqimin e paskan. Inshallah nuk i kanë të shkonta. Me që është ditë, nuk po mundem me vërtetu sakt se a janë në rregull. Shtyllat e reja elektrike i paskan, mungon trotuari, një pjesë bukur e madhe e fushave, si që më tregoj banori, punohen pronë në këtë fshat, ka prej familjeve që mirën me bujqësi dhe blegturi, që shediun në Ferizaj kështë shumë mirën me biznisën me mobileri, kanë shumë, në çdo fshat më duket dikush është që mirët me mobileri. Po ti porositën do dyrë treja, gëllancë, firmë. Hajde po vazhdojmë, po s'pas që me vazhdo, po shihet veç po i marrëm pamjet një rrogic e pashtrume, por që nuk e di, s'kam pas arsye as me shtru, me që shtëpia krejt në fund është e boshatisër, po shkojmë po i marrëm pamjet edhe e sheni përse ofërmi. Sot më pas kam bet veç me i numru lullat, se nuk është që pas në diçka me komentu, përveç kësaj është gjendja shumë qetë, se e keni lënë këto e pas kanë harru qëto, t'ja u qes nërmendet këthejhen. Ndoshta andi po mundesh me kap në fokus nga larg e pas që kjo shtëpi është e pabanuar, edhe po përveç kësaj është edhe shumë e vjetër, ka me ditë kur është largu familja para sash viteve dhe kur nuk rrën qatë shpeja veç fillon me u prish. Vet ju. Vah, Gjerenikat, hajta ndi mërë t'i pomjën, po Gjerenika vallojnë. Qështu është kje farë pune. Ta është pranvera i ko, po s'po me jam i mrin dë. Ko po m'del në i gjarpen. Vallojnë para se me fillu me gjerime që aty, ju më knasht të ongër Gjerenika. Këta e kanë lënë kështë për qefi, për kujtim. Po kthehemi, këtu pra shtëpia e fundit e kësaj rrugice, po vazhdojmë kështu drejt. Duhet me cek që fshati është i vogël, është një fshat i lezetshëm. Banuri më tha dikon afër 16 shtëpi, e kam fjallën me familje rezidente, janë brenda fshatit. Por, para shumë viteve, kanë qenë dikon ofër 400, si në çdo fshat, edhe këtu është braktis. Me nëzë po folit të ongër Gjerenika. O, Gjeron herë tani hanë. Oj, zoti shpis! Temperaturat kanë shënuar 30 aso sa janë sëtë. Zdi gjon veç që të ma kafën që të e vlej. E kanë thonë ma mire me ditë se me pasa, që është aje farë shprehja, edhe one. është problem një në orarët e punës, por me tentu, po tentojmë, ato tonën që kanë ata kanë po e bojmë, tani, sa ka thonë Zoti, stop! Respektoj rregullat e komunikacionit. Po më pëlqejnë, çdo herë them nëse të cilin fshat i çdo është me konë disa tabela, kur them disa kështu ma kryesore. Për shembull, për shembull një 5-6 stupa. Si qift jam që s'din të nalëm ko, në herë më nalë vlla. E tjetra jem të i po, në fakt jeni edhe të i pas, po e komentoj, po e mbon kjo këto, këtë shtyllën tjetër. Vend se me sill këto tri, nuk e di pse disa i kanë sill, disa ju.
Hajde, po vazhdojmë. Sa ojri i postër, në boll po mbjen ojri. A mëre unë di u knaqet e me majicë. Po, në s'di qa u vesha kështë në uniformë. Me nxes po është ftohtë, tani, mas ditja po nëzit. Edhe që kje shtëpi shumë e lezetshme. Kje e vugla. Pas ka pula. Hajde po provojmë po throsëm. Oj, zoti shpis! Hajde se kush po na shte nërhije sot po bën se vop me neve, cila familje. Veç një herë mos hym me kamerë, se po na dhe i qenë, po na bë qyqe. Oj, zoti shpis! Edhe një ashtë kë shpia që ke ma herët po. A dhe një tjetër, ja, dy që nga kësot vjetra. Në fakt, po isha pullat, po i shfrytëzoj ka për pulla kështu. Koçak, a? A mi tha koçak? Përshëndetje! A dëni mësafir? Apo më thu po? Jam me kamirë. Ko marrë me ja u lypt një gotë uj. Mirë, faleminderit, jo për se fshati i vogël vetë se nxet. Si je? A je mirë Drontina po një në zonë, një ufta. Apo, aj zotë i shpise, dite që ka të gjeti, ja? Faleminderit shumë që na i hape dyrt. Po, moj qëshja, hajde, ornane. Faleminderit, veç ka një gotë uj Po, e pi. moj. Edhe, A i një mirë? këtë djali nuk o të zanë me folë. Jo, Se nuk unë e e di ta fja- falë. Ai Se unë gore. jam... Ja, hajgore, po Nashtë pojnë. edhe zgudzon. Jo, po që zgudzë vëllaj si nëllet goja, veç do të mja nëllë ka një herë. Qysh jeni? Po mirë. Familjen? Po nam. Qysh po ka janë? Sa bukur e Mirë, pas. mirë, që Sën mas por e shkri kështë me këqyrë. Ja, bre po pojmë pak hajgore. Apo vini më urtu? Po, vëlla po ullem, edhe flasëm. Se sa e po ta një vlau jem, sa shkoj. Po, a që shësh vlau? Valla, mirë, mirë. Shqyqër, shqyqër. Jes më kanë qky, kam pente, atë smërëv. Mas bëti hajgorën me mu. Së më nëshme më zamë më ngosht. Merhaba, kafe s'ka. Po e komentojmë o burrin, shtepin, shumë e lezetshme. Në fakt më bëhet shumë qefi. E kisha dëshirën fiksën këtë shtepi me hy. Shumë pata dëshirë me hy në këtë shpi. Edhe më bëhet qefi që më pranut. Prej largu e komentova sa bukur, sa lezetshëm. Se vlau, i si piti duhan. Hajtë se njëri rënë shpet vetë qështë ja dënë qefi. Hajde olu këto ofër meje, veç po e pim ka një gotuj edhe po ikom. O sa zoja në këtë të ferizojt. Unë e shërbej, unë e. Jo, jo, që unë. A i ndrojmë rullit. O ta bovë zoti gjenet. Se shumë nëzat, veç ujë. Hajde, hajde, ullu, shpejt, nëse do me nejtë pak me mund se Po, eke. moj, po, Qysh po kalonim? Po i mirë, mirë. Qa po bëne, qa po bëne? Punë të shpijes në si katonare. E pas e shpijes shumë të bukur. Po nam, të edikon. E keni ndërtu tash këtë E shtëpi? kena ndërtu që 5 vite. Po. Po duket se mu ndërtu Po. para një muje. Ama- Aq mire pas ke mojt. Po në atë menën tonë mu në me mbojtë mirë, shtashtë të këqyrë mirë. Po këtu në mas shqiptare nuk din të nalëm, nuk din. Jo, vëllohi, na kur nuk nalmi, me si në katon, me konë qyteta pet ma ndrysha, ma në katon, pa tjetër dohet me punuen. Allaj, ku t'jesh po do të Ku tje, punu? po, si në qytet, si në katon, po katoni ka pun pa Ma shumë, ko jo, borri, jo kje, ja, jo. Qashtë, tanat po dohet mi mbojtë, qka me bo? Që sa viti jeni në këtë fshat? Na, jena, mune, qysh ku mordhen e martume, je mordhen që 33 vite, unë jem të shto, jetaj. Edhe pse Mirash. po duket si me konë qytet, disi ose Po, shumë se tash ofër. asfalli nga dere, sa po merë në ka ardhën, e ma herët o ka ma ndryshe, se o ka pas, a di rruga ka pa ndrejqe, po kuptani, tash mirë është tash. Sa antar jeni në familje? 6.
Me burrin, fëmija? Burrin, po, 6. Ai Kam në rrit? 4, po, fëmija janë rritë. Kam 3 djemë, një vajzë. Burrin e dhone. A i ke martu fëmijën? Jo, vallahi. A një të seri edhe Qikën e kam mas krejt djemëve. Është e reje në fakultet edhe në punë. Djemë që janë matë më shumë. Nuk janë qash më shumë, një malli 30 vjetë. Po. I dyti 28, së ka 2 vjetë në Hajtë se 3 ditë para se me dek më martu bëllësht. Qamë po. Një herë me rëndësi Po. shkollë, punë. Qashto, po. Burën e gjon bëllë Po, gjon. jo vallahi, po. Unë Po, dua më në qyshja. ku thute aty jem të hekë. Me rëndësi që punojnë, kjo është e rëndësishme. Qashto. A njini me gjithë banurët e fshatit? Po, A ka prej atyne që nuk njihni, që nuk keni kur gjo kështu me po zvetin na, gjatë? kjo, po du me thonën, veç shka jena një fisi jo në loha, po mërë vesh, janë edhe shumë fisën mirash tjera, po ato zotin e mëse po ne i dek, ne i qësia, po mërë vesh me se. Me këtë fshatin të në po, me hase. Nuk Ka se ka martoni me shumë- zvitja? Po që tash ka nizë. Që të ndëgju. Aha, ka nizë. Jo, po martohen, se janë shumë fisa, po kuptan. Tani, nëse i pëlqen dikuj na martohet. Do me thonë drejtën e kanë, mundën. Po, mundën, po. Se janë shumë fisa, po kuptan. E banurët, qëfar pune po bojnë? Qëfar veprimtari e krynë këtë në fshat? Bojnë Çka fjalla, vjen mirën, me shfar kanë që... Bujqësia, po Bujqësi, punot? po. Me gronë mjelin, qësi, kalamaç, me spesa me qëto domate, qëto shka. Qenë, Para se me fillu me gjirimi, unë e pash një këmbi me gro. Pa doli. Tregun që punojnë dikon. Punojnë qëto të përfuni që të një farë. Jo është i katonari joni. Ka qelë që se sera kanë. Sera. Po, po E merr ato vesh. janë punësu me aty. Ato punësojnë të këta mjellin, speca, domate. Merë shumë punëtora aje. Edhe merë. Se punojnë. Po ferna punojnë. Ato valla, ndalin edhe më përshëndeten për i përshëndes, kur të shohin epizodin. E vëllaj po, ja pas kanë fillu se dish, tash se kanë fillu, ja pas kanë fillu punës. tash nxej I ka koha. thirë punë, se koha ka nevoj me mjella, po merr vesh në përsera. Shka është nevoja me mjellë, tash me spesa, me domate, me... Pranverë çka shkojnë pranverë, tash, qashtë, po. Jo, a keni fillu diçka po mbjellni? Vëllaj, që të përfuni, na e kena një copë që të mjellmi, po na disë nuk kena, vetëm mjellmi kështu. Pak diçka sa për Pak sa veti. për veti, sa mes me... E ti po do me thonë të s'mi bli me dalë më bashkë, për qef me nuka, po Po, kuptan. po, të freskëta. Ja, po, mjelli punoj, nani, djemë ti kam punë, po punoj vetë. Shatë mu i mirë. Jo vetëm ka shtëpia. Po në vesh punë të Po, shpijës. jo, ki pu mas Po, sa shumë. Punë mas dush, madhe e valla, bën ti. Pasha zotin punë, punoj, se punë të shpijës, shka në punë të shpijës me punu, me la, me fshi, me dritu, me bobok, me tana. Që shtën këni ka ferizoj me drejtu, e kanë fjallin me pastru. Po, me pasu. Unë i kam 2 halla në ferizaj, edhe kur Po, theshin a? me drejtu shpinë, të isha Qa? pse ju ka rëzu shpia, me drejtu Po, dhe me shpinë. dritu shpijën Po, e keni kështë shprehje. Po, qashtë e kena ta bjatë, qa mi po. Po. Apo 30 vetë këtë në shpi, gjithë ditën. Po, vallahi. Me qenë se nuk rrim, jo, po- Jo, po vinë të kunata. E kina i shoqe. Po, kunatat e mija vinë, rjetë kunatit e. E ki ofër këto? Po, qëto me në herë kam bëllim dja të kanë me nejtë, Në kunata e madhe, po, në kafe, kanë me pi kafe me nejtë, nejtë, më dhe i vonë, qështë të qka me Apo pas. delin a ikon, apo ju Po, vjen? vallaj, vjen, dikosh po, a me dalë edhe na, kon puna me dalë që, kina që me shku me bo, diko një, naj kafe me pija, diçka na thirë. A keni transportin kështë me dash me dalë në Ferizaja, a ka autobus, a Po, diçka? autobusi vjen. Po, Po, sa ja, herë në ditë? 2 autobusa janë qarkullojnë. Mirash, po, vjen të ditën ki autobus. Të Sa ditën ki mirë. në ora 7 në mëngjes, në ora 9, 10, në 1, Super. në 3 ora, në 5 ora, në Shumë 9 mirë. ora, në gjysë 9 ora Po, e vjen. pas Të këtë ditën orare lidhjet, po, shumë. shumë, po, ka orare shumë. Puna që dënë me dalë veç po, për shpejtin po, për për Ferizaj, shpejti, po. ku me ne gjithë ditën. Gjithë ditë, qashtë e vërtetë, qa me po. Shumë Qa me mirë. po. Shoqe, të kanë mbetë shoqe kështë? Po, Përveç konatave. Shoqe jo, vëlla qash nuk kam unë shoqe. Se s'po të me thonën, s'kum mujt me za shoqe vetë. A vesh me konata ma shumë të janë. Ani mirë që ka lërë mirë Po, me tu. me të mirë, që shqena kom bashkari, mirë kena qutash edhe pse jemi dame, mirë kalojnë. Në njënën e kam Ferizaj këta, kje shpija këtë sa. Aja u dale e treta konat në Ferizaj. Burri ka vdek. Qa me po. Me kalu. Jeta kështu e Jeta ti, që shto po, po, dikush qa me po, dikush Në e pshat, të po, në pshat Po. a ka shkollë, a Po, ka... ka to në atje ma poshtë është në Mirash. Mirashën e Po, vjetëra? Po, Mirashën e vjetër ka. I keni shkolla, shkollën xhamin Qerdhe? Vëlla dhe qerdja o konë, po
se di shka me thonë, ma shumë ti që ishin në Ferizaja, po kuptan. Jo bike u dha zare me shku dhe qerdhen ma shumë të e kanë pas qelë që të surqinët që të shku për të babushe, ke po një farë si shkollë që konë. Po së konë e qelë heqa, të njerë ko shkollë, të një kanë thonë që e kanë pregadita, kështu sumë ka romë, si s'kum posën e fmi me qua, po merë vesh më fmija më kanë rritë. A ka mbet heqë rini në fshat? Po. Ka rini, a? Ka, janë dalë shumë Ferizajve që dhe ka. Shumë i ca është në katon ma shumë ti. Se po kanë me qef me punu, po kuptan. Me bizneset veta në Ferizaj. Po, qashta, po. Ju njeni për ndryshë se jeni mikë pritësa, Ferizajnë për gjithësi kështë. Më nuhëm qashto në tonë në qëtash. Edhe jeni shumë dashtë. Allah, më nuhëm qëtash nuk e dina, nështë dikuj se pelqena mo. Kuj se pelqen, na sjetojmë për kërkan, veç për vete. Po, e vërtet. O një falendrej që na i hape dyrë të shtepisa dhe njëherë, ishte shumë kënaqësi me vizitu me juve dhe më po qefi që ju posh. Faleminderit e pe juve, faleminderit shumë. Po shkeputemi, t'i pinja 5 gota ujë, tani atje në fshat na pretni. Faleminderit për zëmërsisht, çdo familje që na i hap dyert, e sidomos në këto temperaturat e larta, ditë e mira po vina, nxet, po pasha Zotin, nxerr dhe me nive, je ftoft, je vrënt, je era, je shi, je nxet, shme në ron fije nive, valla, nxet ma mirë. Hajde po vazhdojmë drejt, ju paralajmërova qysh në fillim se fshati është me pak shtëpi, edhe është i vogël, edhe boshën, a kjo është boshëja që më tregoj. Sa bukur e ka bo. Edhe kjo shtëpi po m'pëlqen, sa e lezetshme, si çokoladë. Ngjyrat i pas ka shumë cute, shumë të lezetshme. E pas ka edhe pjesën tjetër, që thujnë qësoj, si garozhda, që i mon drute këtu gjesendet e shtëpisë. O, lumi kjo për veti për çdo ruleta. O, mos ja pofsha ku i ruletat e bardha. Komplet vikendi po më shkëm me ruleta. Ku jenë dritare tani? Ku fort metë që mi pas ka punua. Halal, edhe kjo shtëpi tjetër, sa e lezetshme. Ja, ti. Therma prodikën të shpisa, e ki? Kërkon, a veç vetë po jetëna? A, në punë, shpinë e pasër shumë bukur. Hajde, vyna i sen familjes. Qa është, punë. Kjo shtolla është e këtyne. A e këta janë kësajde? A dyjat jenë me juve, a? E pse ti dy shpija në asë njën këtë? Qa me bo, a? Ta mor njënën, që shka me bo, shumë e thjesht është. Tëngë. Një qën i ri i cili po e kosit borin, edhe nuk po e ko, po me ka mirë. Fshat shumë i lezetshëm, i poster, kështë i vogël, i po citë. Edhe është i përbëm nga shumë ora, gjë që janë të punuara si që po shqit, po dhe nga tregun banorët. E me qëtemi jemi drejt fundit, a? A, dit, do ja bojmë kështë. Kthehemi, vim, kthehemi, se s'kem qysh ndryshe me funksionu, mos po gjemë banorë. Sa bukur po duket edhe i fshati tjetër, edhe ato kësë me të prej Zotit një ditë për qefi, këthemu mëre pak në këtë pomje ka që të bukur ka pomë. Se sa bukur po dukemi sot në këtë fshat,
Mirash, rreth e qark Ferizajt i rash, si Mirashin nuk pashe. Ka fshatra të bukura gjithandej në se cilin komun. Them drejtin, se cili fshat më i bukur se tjetri po mdel, çdo ditë. Nuk jem, jem t'i pa dy banor që atje në bar. Hajde të nëzituj, mos po i nëzojmë. Dishta me thonë që në këtë fshat, pra nuk është shkolla, xhamia, këto gjërat elementare, që duhet me i pas një fshat, por i kanë në Mirashin e vjetër. Janë shumë ofër me Mirashin e vjetër, nuk janë largë, përveç kësaj e kanë edhe transportin. Gjë që kjo pjesa transportit është një lehtësim nëse cilin fshat, është domosdoshme me pas nëse cilin fshat në mënyrë që banorët me pas rrugën e qilme ashtu, me shku në qyteta, varësisht se ka shkon. A ka qëtë në i gjerenik se s'na ka me gjatë tjetër, veç ka që pas ka. Ta është duhet me pas kujdes se në dalin në jasë se s'po du mja përmen emrin. Shtepit janë shumë të bukura. Përshëndetje! Si jeni? Ashtë i zoti shpis këto? Ka dalë se mtute! Po thua, a do një mësafir? Valla i ku mësu dyrë, ta, në fillim më veke pak fështirë, ta shkajt ja u di sistemin. O, jeni shumë të sjellë shumë. Përshëndetje i ndëruar. Falë se dorën e zhëtësie, bocit. Mirë falimderit, si jeni? Mirë, falimderit. Përshëndet. Pa i mirë, shqyrë zotit, falë zotit. Dorontina. A i mirë këpëserja? A i një mirë? Mirë, falemderit. Që shpo kaloni, Mirë, apo ju hikshtë në mes? Po, e në veçur në. Mirë jeni familja? Na punojna bashk, jena shati Cërnil, komune Ferizajt. A këto përfundon fshatja? Te muri, une jena me fshatin Cërnil, ata janë me... Se nuk e keni vendos një tabel. E qysh me ditun e ku fillon e ku mbaron? Po i kanë do i kanë hjek, do i kanë vendos, do qështu. Po, në fakt mu më thanë që nga e shtëpi, Jo, fillon fshati Cërnil. në basë gjë dëzis që i kena do të ukat pej këtuhit, e për pjeta shkon, e ndohet fshati Mirashane, kënina është Cërnila. A e bojnë për pak mos të këshyrë. Shka? Për pak, kalon mirashtri. Ja, mirashtri, s'moj me kalu, si nuk jam i mirashtri. Nuk je, Po. nuk e ndin vetën. Jo, po. Po, ani nëse di me më tregu diçka për Mirashin e ri, ishte fshat shumë i vogël, shumë pak shtëpi. Me qenë se këtu janë do familje tarna pej komunës Gilanit, i fshatit Vërbic, janë kushit mirë, janë të ardhur mati këtu. Po. Edhe i kena mardhonjet e mira me ta, edhe plus ka pas edhe sërbë në të ku, edhe i ka me të si Mirashiri, edhe një familje që tu janë Lohaj, edhe për atë arsye ka me të Mirashiri. Se Mirashi normal, Mirashi është nalt atje. Por që ishte i ndarë, ishte një pjesa Se sipër. jo, njëjt janë, si Mirashiri, si vjetër janë njëjt. Po. Mirë kalojna, punojna, qëto... Po ju shën roba pune. Qa po punoni? Punojna me tapicerit kerrev, karrika, qështu. Unë e pash një vetën qëto, reklam, po. e pash një reklam, tash marrë mi ndru karrikat. Po, mundi mi ndru, pak e kena, se kjo puna jonë është pak me syngjera e me sene është pak ma problem. Po shiqër që është puna. Problematike. Shiqër që E është. punën e bujnë atë mirë. Shë që shfar materiali, që. Kosh se ka, qam këshku që kënë gjyrë. Me kitë punë. Me këtë punë, që sa me vite që punë. keni këtë punë? Dikun 20 vjetë, kam trashëgune për babës. Kam punu për Amerikan një 5 vjetë, për Bonstel. Për Bektelenkin këtu kena punu një 2 vjetë. Mirë, jetojna me qëtë punë. Bashk me bashkëshortën, Po, me bashkëshortën, bashkëshortja është inxhiniere e makinerisë. Ta pas ka letësu. Ma ka letu punën, shumë e falenderoj, mo nuk qef- është, po, nuk është në profesionin e vetë, po du me thonë. Tash bukur e ka morë zanatën edhe këtu me maqin kep, është e angazhune të materialet, të senet, është angazhune shumë. Sa E mirë mirë, që mirë, brenda kalona fshatit, mirë. po dalëm jashtë edhe pi morën pamit, kështu po, masi është koha e mirë, po Jetojna venin e kem të atje poshtë të rruga, do zoj besa kena në vëj qëtu.
Sa copa i kini? Një, Jo, e zëgj? zëq një 15 copa. Sa për qef, kështë vish mi po në bërë. Ja, normal, ma si jetojnë në fshat, Po. edhe është normal e vërë me pas në fshat, pëse? Po, s'ka jeshi pa ta. Po tash edhe fshati u bë si qyteti gati. E vërtit. Si qyteti, njerës pa punëtor, se du këta, se du ata, se du këta, se di qysh po mujnë mja dalë. Po, në fakt isha të thonë, po mbatë shumë qefi që brenda një fshatit, jo keni diçka t'juve, ne keni një biznes t'juve. Po e kena moti, qëndron moti këj biznisi jonë, është biznis familjar, edhe jetojnë për qësoj pune, mirë, qetë, nderë shumë, Puna me sjellë shumë. klientet? Me klientët shumë mirë kalojnë, kena klientë mirë, njerëz të mirë. Tërse s'po di valloj që më thonë, janë Shumë mirë, ama shumë po punën Nevoja. gruja, ajo. vallohi, gruja ka njerë më bërtet, dhe s'po punën ti. Grune kishë shpat, valohi. Po, edhe është e angazhun edhe kjo bukur shumë, Kjo, po edhe unë e puf. mi keni po? I kena 3.000. Mashallah. Po, Po kjo e bën inshallah punën që- më të madhe, Po. se e ka dhe pjesën me fëmijë. E ka edhe menaxhimin e familjes, edhe menaxhimin e firmës. E menaxhon kjo krejt. Me materiale, me çka të shkojnë për firmë këj menaxhon kjo. Jeni një shembull shumë i mirë që në fshat nëse dën në fshat nëse dën me jetu, me punu mundesh. Jeton mrekulli, kush don me jetu, me punën, me djersën, me mundin e vet jeton. Edhe me thonë drejten, nëse dujna këtë vend, duhet me punu bre. Duhet me punu mirë, me punu ndeshëm, me punu sjellshëm, po mirërisht po shoh pak. Pak njerëz që i punojnë sjellshëm. Tash po ju pyeti se sheni largimin e rinis. Largimi i rinis ju e mirë. Ju e mirë, se ka vend punës edhe këto bre me dosh me punu. Se me një rrugë që pohon 1.500 euro, 2.000 euro atje, si avlen. I merë edhe qëtu. Këtu e ki shpinë tonë? Kam shpinë, e Shumica. kam vrenin, e kena ujin, e kena tokën, e kena gjitha. Nuk e di njerëz dikush ashtu, dikush ashtu. Çka me bo? Qa me ndonë, qka i mungon fshatrave në përgjithësi? Interesant pikpamja Vallaj jote. fshatraf kur gjë. Që Ose mungon cila kur është gjë. arsyeja, cila është arsyeja që fshatra po braktisën me të madhe? Qa me ndonë? Po tash se cili njëri e ka mendimin e vetë. Mendojnë që në qytetë më mirë, une personalisht, fatbarësisht, edhe thmija edhe shoqja nuk e dojnë atë qytetin. Nuk muj me jetu në qytetë, se së më jep një farë për shtypje kur gjë. E fshati dyqysh është ma... Po, juve ju ka lidhe dhe puna. Na ka lidhe dhe puna edhe më do këtë mu që tu kom lindë, që tu jetoj, që tu mendoj që është ma mirë. Jeni dem baba dem. Dem, baba dem, qitu. Edhe mendoj që edhe vdekjen të ta bujmë këtu. Larg inshallah. Po larg inshallah, po çka ti vojsh. Na ka negotuj. Po tash Sa- patjetër. Patjetër. Kryne po thot Ja, intervjistën. patjetër, E përfundum, qap, dhe më po. Patjetër. Indërum, falemderit shumë për kohën. Mirë qofsh. Se po m'fal se po m'pret falem- nusja me ma m'fal qitë një edhe- gotuj. Ja, po, Sa të kam gjithçysh se- shenu temperaturat Gjithçysh se shumë të larta. me të vërtet populli jonë do tradita i ka hup. Po ajo tradita që është fisnike, është bujare, është bujaria bre. O fisnikria bre, kur thirr dikush me arë me hisin shpitone, me pi një kafe, një ujë, një Po, diçka. valla, që shumë për të tjë ka Po, që mirë. ja, Për atë dhe njihem si popull. Po sigurisht. E na infrashri një thonje e ka, nëse don me humb një këmbë, zhdukja traditat më spore. E Sa jo. po më vjen keq me thonë këtë fjallë si do tradita shumë i këna humb. Shumë. Kur që ka shumë prej familjeve që Po, vazhdojnë me imbajt, më po, bëhet po, shumë shqyr qefi. zotit, ajo- Ku do ajo- që po shkoj. Po, ajo është e mirë se me rujt traditën është dem baba dem, është fisnikri, është bujari, është... Thash edhe pore, nëse dojna këtë vend, duhet me rujt tradita. Duhet me dosht punën, me dosht venin, me dosht kombin. Po se di. Njerës mendimet ndryshme, diqysh të luhatshme, s'un pi kuptoj asve. Po ndryshojnë gjonat. Po ndryshojnë edhe shumë bile. Tash gjenerat e re, unë i kam thash 3.000, që kjo është e me vogël, mos tham që gjdo natë gati djallin e kam 11 vjetë, gjdo natë pa i tregu diçka historikisht për këtë vend nuk e lë. Sa mirë.
Jo, po bab kështu, po Shen që babel. ka interesin? Po, interesin. Ka interesin që duhet me dash ven. E se do në venin, e do kombin, e do në jetën, bre, e do në... Kanë vdek shumë njerëz me pru këtë ditë. Sot me Si konë po. të lirëna, me konë të qetë, me konë të sjellshëm, me konë të ndershëm. Nuk e di. Jemi populli ma i miri. Ma i mirë në botë, s'ka fjallë. Edhe populli ma i mirë, edhe gjuha ma e mirë në botë është gjuha jo. Gjuha jonë, Gjuha sa jo. e mirë, sa Sa e e ëmbël, sa e lirë, po, është normal. Sa e njëm isha duke thonë, po sa e lirë. Po, Në fakt është shumë e shtrenjtë, ëh? E shumë dlirë? shtrejt, shumë. Po, E dlirë, gjuha po. jonë sa e ëmbël, sa e dlirë. Qashtu e qumë, naimi. Po. Gjuha jonë ma e mira. Naimi e qumë Po, është. na im prashri, po e mbyllë me këtë super Shumë pjesë, faleminderit. sa i shumë përket faleminderit. gjuhës shqipe. Respekt juve shumë që një orë na këni vizitu. Faleminderit edhe ju që na i hap dyrt. Dyrën qelë. Ishte shumë kënaqësi me Për qenë. meq, kem derën hapur gjithë. E për arë meq ju. Është kënaqësi me hyrjen në një familje si juja. Shumë faleminderit. Respekt. Shumë respekt edhe juve. Se na erdhët në dhëpijet. Ani, hajde urnë. Faleminderit. Hajde urnë. Miqtë e mi, menduam se Mirashi i ri përfundon tek ajo shtëpia e bardhë, ashtu na kanë thënë, por ja që përfundon mu në këtë pjesë ku është edhe muri. Nga këtë miqtë e mi, ju falenderoj që qëndruat edhe sot me neve. Faleminderit familjeve nga Mirashi i ri. Na shkruani poshtë në komente në cilin fshat doni me na pas. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje!